marrë fjallën. Të dashur qytetarë të Pejës, rrugës për Pej, sot e thirra në telefon Ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit me pyet për rrugën e Rrugovës, ku qish Qakor. Edhe tha që ajnë ato qaste ndodhet të vendi ku do të ndërtohet rruga bashkë me projektuesin dhe se projekti do të përfundoj brenda javës e do t'ju prezentohet banorëve të Rrugovës. E kjo është një rrugë të cilën të dashur pejan ju e dini më mirë se unë, që nuk është prej kohës Ibrahim Rrugovës e kur ministri ishte Zef Mërina. E pra, prej kohës presidentit Rrugova, ne tash po e bëjmë projektin dhe po e vazhdojmë këtë rrugë, e cila do t'jetë e ndërtuar, e modernizuar, ashtu që t'ja shtoj turizmit vlerën, ta mundsoj zhvillimin ekonomik dhe në këtë mënyrë Rrugovasit dhe Peja të lidhen me njëri tjetrin, por edhe gjithë kjo zonë tjetë mikpritëse qyshe meriton për turistët e shumët, jo vetëm nga Kosova dhe jo vetëm shqiptarë në përgjithësi. Peja është qytet i bukur me njerëz të cilët i njohin bukuritë. Është qytet edhe i bjeshve, edhe i lumit, është qytet i zejeve edhe i artit, është qytet i zemrës e i mendjes, andaj me 7 qershor Peja përsëri duhet bëhet sikurse me 28 dhjetor, qytet i cili vendos vetë e numri për vetë vendosje është përsëri njëjti, 116, numri i cili ju sjell mirëqenje dhe dinjitet, numri i cili ju sjell zhvillim dhe sovranitet. Me 7 qershor, pra kemi 3 herë 116. E kemi 11628 dhjetorit, e kemi 116 si numër që na u përsërit për 7 qershor, dhe e dini çfarë? Me 7 qershor është dita e 116 e kësaj qeveri sonë tuaj që në mënyrë popularizuar quhet Kurti 3. Pra, prej 12 shkurtit, kur e mora detyrën, për herë tretë, deri me 7 qershor janë fiks 116 ditë. Neve nuk përndohet numri 116, as ju mos ju ndoni numrit 116 me 7 qershor. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, kur e kemi marrë qeverisjen në vitin 2021, papunësia ka qenë rreth 26%. Pra pak më shumë se qereku, që do të thotë se nuk ka pas familje pa dikë të papunë. Dhe tash që po flasim, 5 vjet më vonë, papunësia është më pak se 11%, që do të thotë që as çdo i nënti nuk është i papunë, ndërkohë që më herët edhe më shpesh se çdo i katërt i kanë qenë papunë. Dikur, çdo familje të kishte të papunësuar, e tash edhe me 2 familje mund të mos gjesh një të papunësuar. Kjo ka ndodhur për shkak se sektori privat ka pasur punë të palodhshme e besim në institucione, për shkak se qytetarët e kanë dashur një qeveri që ka punuar ndershëm, dhe për shkak të disa programeve si puna e superpunës për 3, e cila të gjithë të rit prej moshës 18 deri 29 vjeç, ja u ka kriju mundësinë që ta marrin pagën minimale për 6 muaj rresht kur punësohen në sektorin privat,
dhe kësaj mbi 23.000 tri janë punësuar në 10.500 ndërmarrje dhe është dyfishuar numri i të punësuarve nga rinia. Në veçanti, prej 6 maj deri 24, në Kosovë kanë qenë punësuar më pak se 29.000 veta, ndërka që për më pak se 2 vjet, kjo është rritur mbi 60.000. Pra, punësimi ka qenë kryefjala e qeverisjes sonë dhe suksesi i zotimeve tona të përmbushura. E tash, ajo që ka nevojitet në vijim, është prodhimtaria e shtuar. Prandaj, 1 miliard euro do t'i ndajmë për garantimin e kredive investive të gjithë atyre që prodhojnë. Askush nuk do të ketë më nevojë që ta lë hipotekë te bankat kur merr kredi investive, tokën, shtëpinë apo veturën, sepse shteti juaj do të jetë garanci për investimet tuaja në prodhimtari që edhe vazhdojnë të punësojnë edhe ngrisin cilësinë e punësimit. E shtesë prej 1 miliard eurove do t'jenë 100 milion euro dritarja për investimet e mërgatës tonë, të cilën e presim krahapur ata që vinë fizikisht me 7 qershor se nuk janë regjistruar për të votuar, por e të gjithë ata që janë regjistruar për votuar, ju bëjmë thirrje edhe një herë që nëse nuk kanë votuar deri më tash, këtë ta bëjnë deri në mesnatën ndërmjet 5 dhe 6 qershorit, ose me 6 qershor në ambasada e konsulata. A nëse si kanë asnjërën prej këtyre pra, atëherë le të vinë me 7 qershor, se nuk na bashkohen veç në votim, por edhe në fitore e në festim. Superpunën për rinin, që e përmenda, do ta vazhdojmë edhe me superpunën për gratë. Çdo ndërmarrje që punson një grua, pavarësisht sa ja jep pagën asaj, e nuk mund t'ja jap më të ullë se 500 euro pas një korrikut, ne do t'ja shtojmë edhe për 6 muaj rresht pagën minimale që i bjen 3.000 euro gjithsej i merr një grua kur punësohet në sektorin privat, në cilën do ndërmarrje si bonus, si shtesë pagës që ja jep punëdhënësi në atë ndërmarrje. Veç se ne e dim që kur gratë punësohen, atëhere duhet të kemi kujdes të shtuar për fëmijët e tyre. Kjo është arsyeja pse do të vazhdojmë ndërtojmë qerdhe. Për më pak se 5 vjet i kemi ndërtuar ose përshtatur 74 qerdhe, edhe më shumë do të arrinim bënim sikur kishte kërkesë për komunave, e 17 vjet para neve, ata vetëm 4 qerdhe. Nëse për llogaritni i bjen që te puna e qerdheve për fëmijë, qeveria jonë është 63 herë më e shpejt se sa ata që shkuan e nuk kthehen në qeverisje. Por edhe nëse nuk ka qerdhe publike, ne do t'ju japim bono prindërve që të mundsojmë dërgimin e fëmijëve në qerdhe jo publike. E nëse nuk ka as qerdhe jo publike, atëherë gjysheve edhe gjyshërve nga 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre kur kujdesen për nipat edhe mbesat nëse 2 prindrit punojnë. Kjo është mënyra se si duke u kujdesur për fëmijët, në fakt kujdesemi edhe për nënat e anasjelltas. E duke u kujdesur për këto 2 kategori, patjetër që kujdesemi edhe për moshën e shtyer, e ju e dini që pensionin bazik që e kena gjetë 90 euro, e kemi bërë 150 euro, e kemi rritë për 2/3, saksisht aq sa e kemi rritur edhe buxhetin e shtetit, që e kemi gjetë 2.4 miliard e si vjet është 4 miliard, dhe gjatë këtyre 5 vjetëve pensionistët kanë marrë 7 herë mbështetje të njëhershme nga 100 euro që i bjen, që për 5 vjet 7 herë e kanë marrë pensionin e 13. Në mandatin që vjen, do ta bëjmë reformën e sistemit pensional dhe gjithçka do të rritet ashtu siç do të rritet ekonomia jonë. E ekonomia jonë është rritur 1 miliard në vjet. Në vitin 2021 bruto produkti vendor ka qenë 7 miliard, si vjet është 12 miliard. Për çdo vit nga 1 miliard shtesë,
E para neve janë dashur 3 vjet për 1 miliard rritje në ekonomi. Kur vjen puna të rritje ekonomike, jemi 3 herë më të shpejt se ata që shkuan e nuk kthehen në qeveri. Me rritjen ekonomike janë rritur edhe pagat, parafërsisht 50%, mesatarisht edhe në sektorin privat edhe në sektorin publik. Si vjet kemi fillu me pagën e 13, me rritjen ekonomike, paga e 13 do t'jetë për çdo vit aty, më poshtë nuk mund të shkojmë dhe nuk duam të shkojmë, mirë po sa më shumë që rritet ekonomia, aq më shumë do të mund të rriten pagat dhe prej vitit të ardhshëm do të shohim mundësinë edhe për pagën e 14 në sektorin publik. Dhe me njëherë, tashmë e kemi fillu dialogun me sektorin privat, që edhe bizneset private t'ua japin punëtorëve të tyre pagën e 13 dhe unë i falenderoj bizneset që tashmë e kanë bërë këtë gjë. E kur jemi të kjo 1 miliard, çfarë ja kemi shtu ekonomisë për çdo vit, së paku 1 miliard do t'jetë investimi kapital në vit. Rekordin e ka viti i kaluar, 729 milion, prej si vjet e tutje, shpenzimet kapitale nuk do të binë në 1 miliard, sepse në mandatin e ardhshëm do t'i ndërtojmë 4 hekurudha, do t'i përfundojmë rrugët të cilët janë ndërtim e sipër, do t'i ndërtojmë 5 diga, 20 stadiume të futbollit do të ndërtohen ose rinovohen, edhe PEA bën pjesë mesin e 10 qyteteve të Kosovës që do t'i mirëpresin lojrat mesdhetare 2030, kur do të na vinë afër 5.000 sportistë dhe rreth 30.000 turistë të huaj, dhe gjithashtu qendra turistike Dugagjini, e cila e përfshin Boren brenda, dhe Brezovica në malet e Sharrit do ta bëjnë ndryshimin, transformimin e thellë për zhvillim ekonomik që e ka edhe turizmin si komponent të rëndësishme. Për të gjitha këto, dhe jo vetëm, për shkak se do ta bëjmë edhe gasifikimin e linjitit, Çmyrit, mandej do të investojmë në sektorin minerar në Trepç dhe jo vetëm, me partneritet publiko-privat, me një korporat të fuqishme, me renome ndërkombëtare të një vendi aleatimik, të gjitha këto së bashku dhe industria ushtarake, natyrisht që neve së paku 1 miliard euro në vit do t'i kemi investimet kapitale për 4 vjeçarin e ardhshëm. Përveç 1 miliard për prodhimtarin, do t'i kemi 1 miliard edhe për ushtrim. Forcën e sigurisë Kosovës në vitin 2021 e kena gjetë me 2200 pjesëtar. Ja kena shtu 2700. Para pak ditëve mora vesh që në konkursin e fundit për 320 vendet lira në Forcën e sigurisë Kosovës kanë aplikuar tashmë mbi 2003. Më shumë se 6 veta për një vend, që do të thotë se do të kemi cilësi në ushtrin tonë. Dhe e kemi gjetë veç me 2 lloje të armëve Forcën e sigurisë Kosovës, veç me Glock edhe Heckler. Në vitin 2021 dashur pejan ma shumë ka pas armatim e municion në përoda se në kazermat FZK-s. E ne tash jemi krenar me Forcën e sigurisë Kosovës, sepse i ka mbi 40 sisteme të ndryshme të armatimit, e tash jo vetëm që do të blejmë, po do të fillojmë edhe të prodhojmë. Fabrika e municionit para vitit të ri 2027 do t'i nxjerrë fishekët e parë made in Kosova 5.56 mm dhe 7.62 mm. Do të prodhojmë për nevojat tona, jo për inat ndikuj, po që ta mbrojmë territorin, sovranitetin, paqen e sigurin dhe progresin ton,
por edhe do të mund të eksportojmë më pastaj. Ndërkaq, përveç prodhimit të municionit, pa humbur kohë, do të hyjmë edhe në linjën e prodhimit të dronëve, made in Kosova, pasi që tashmë i kemi ble 3 lloje, të katërtin do ta prodhojmë vetë. E pra, dashur qytetar, e kemi 3 fishu buxhetin për mbrojtje, e kemi 2 fishu numrin e pjesëtarëve, qysh mandatin 4 vjeçar, që tash si vjet shkon mbi 5.000 pjesëtar, ndërkohë që e kemi heqë edhe kufizimin e moshës për 23, duke e ngritur në 25, dhe më shumë se 100 fish janë rrit shpenzimet, blerjet për armatim dhe pajisje të ndryshme ushtarake, që do të thotë se për çdo euro të shpenzuar para 5-6 vjeçve, tash i kemi 100 për mbrojtjen tonë, andaj edhe ai kojshia i keq, që i ka kryer për 1 shekull e gjys 4 gjenocide mbi shqiptarët, do duhet mendoj 2-3 herë para se të na mësoj sërish, e kur mendon 2-3 herë, atëherë nuk do të mendoj që është na mësoj fare më. Pra, mbrojtja jonë është në funksion të mos përsëritjes të kaluarës në njërin anë, dhe në anën tjetër është në funksion të amanetit të dëshmorëve të kombit, të cilët kanë rënë në masën më të madhe dëshmorët, luftëtarët e UÇK-s, i kemi duke mbrojt popullatën civile ose duke sjell armatim për Shqipërisë e duke pasur ballafaqime, luftime në kufirin shqiptar. Pra, armatosja dhe ngritja e forcës sigurisë Kosovës është mënyra më e mirë qysh ne e vazhdojmë ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe i dalim zot atë dheut duke respektuar amanetin e dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Në transportin publik do ta bëjmë bashkimin e atij urban me ndërurban nëpërmjet biletës së integruar të programit Anë Mban, me një bilet 10 euro në muaj do të mund të qarkullojnë gjithandej Kosovës qytetarët e Republikës. Pra, jo sa herë të hipësh në autobus, blesh bilet, po një herë në muaj, një bilet, 10 muaj, 10 euro prej Pejës e në Kamenic, prej Lebosavicit e në Hantelezit, prej Sharrit e në Podujev, prej Stogut e në Viti, që sa më shumë të rritët mobiliteti, sidomos i rinis, po jo vetëm. Në shëndetësi, secili qytetar prej vitit ardhshëm do ta ketë një kontroll total të shëndetit. Check-up që i thonë në mënyrë që t'i parandalojmë sëmundjet dhe ta kemi pasqyrën e shëndetësisë së popullsisë. Me 23 prill, më në fund në lexim dytë, u kry ligji për sigurimet shëndetësore në Kuvendin e Republikës. Lista e rimbursueshme e barnave është përfitimi i parë, do të mundeni që me letër njoftim dhe me recetë, nëse ilaçi është nga një listë saktuar, të mos paguani edhe në barnatoret private dhe njëkohësisht do ta bëjmë decentralizimin e shërbimeve shëndetësore. Ju e dini që Spitali i Pejës është modernizuar, këtu e kemi sjell rezonancën magnetike, në mandatin e ardhshëm në shëndetësinë Pej do të investojmë 4 milion euro dhe kemoterapia do të mund të kryhet në Spital Pejës pa pas nevojë me ardhmë në Prishtinë. Listën e barnave esenciale e kemi gjetë me buxhet 24 milion euro, tash është rreth 7 milion euro, ndërkaq mandatin e ardhshëm bëhet 100 milion euro. Por shëndetësia dhe arsimi janë 2 shtyllat kryesore të jetës shoqërore. Prandaj, përveç se do të investojmë në qerdhe, gjithashtu do të investojmë në rishikimin e teksteve shkollore. Kemi filluar me gjuhë e matematik, do të vazhdojmë edhe me të tjerat, për shkak se fëmija sot nuk janë sikur kur kemi qenë ne fëmijë. Fëmija sot janë më inteligjentë se ne kur ishim fëmijë. Dhe ata kanë nevojë për tekste moderne, të cilat nuk do t'i konsiderojnë të mërzitshme, por interesante, dhe gjithashtu do t'a forcojmë fakultetin e edukimit brenda universiteteve publike,
por do t'i kemi edhe 5 gjimnaze të ekselencës, ku do të krijojmë mundësi që të japin mësim ata që janë me doktoratura e magistratura, po edhe për të kësaj në shkollat të mesme, sa më larg që japin mësim prej vendit ku jetojnë, aq më shumë do t'i mbështetim financiarisht si shtesë prej pagave të tyre. E njësoj do të bëjmë edhe për studentët. Studentët e PEJ-s që studiojnë PEJ, marrin bursa të caktuara. Në mandatin e kaluar i kemi pas gjithsej 20 milion euro për 18.000 bursa. Ndërkaq në mandatin e ardhshëm do ta dyfishojmë këtë, do të marrin bursa edhe ata në kolegje private, jo vetëm në universitete publike, a për krahasim ata para nesh që kanë shkuar e nuk kthehen më në qeveri, qerekun e bursave tona nuk i kanë mërri. Se nga njëherë ka ndonjë qytetar i cili aq shumë bezdisej kur dëgjonte për të kaluarën e hidhur e përvojën e mrapsht me ata paranesh, sa më thoshte Albin mos u krahaso fare me ta. Po tash ne në një mend nuk krahasohemi me ta. Ne e krahasojmë mandatin ton të ardhshëm vetëm me mandatin që shkoj. Por nga njëherë na duhet shkurtimisht të krahasohemi me ta, se dhe ata i kanë do numra tjera aty ta lista, nuk është veç numri 116, apo jo? Pra, edhe ata i kanë do numra tjera me cilët natyrisht nuk kemi pse humni kohë, 116 lëvizjeve të vendosje brenda jemi edhe me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, Partin Guxo, Partin Alternativa dhe Partin Shqiptare Demokracianit të Kosovës. Ka filluar shpërndarja e bursave të mobilitetit për student, me që rast deri më tash kanë përfituar 8.000 student, dikun rreth 3.5 milion është shpërndarja deri tanishme në programin që është 20 milion euro. Pra, 18.000 bursa që i kemi nda herën e kaluar, 36.000 bëhen në mandatin e ardhshëm, 7.200 prej atyre 18.000 kanë qenë për shkencë, teknologji, inxhinierie dhe matematik, rreth 40% i bie, pra, veç mësoni e lexoni se e keni një qeveri që kur s'ka qenë më pranë studentit, se sa kjo e jona, kjo e juve. Por gjithashtu do ta bëjmë edhe lidhjen e tregut punës me aftësimin profesional. Deri më tash i kemi pas 16 profile, do t'i shtojmë edhe 10 të tjera. Për çdo diplom shkolle do të ketë një vend pune. Dhe sa më shumë duhet të orientohemi ka shkencat natyrore dhe ka teknologjia e aplikuar. Para se të vi këtu isha një stog, e para i stogut isha në Klin, e para të ubimit në Klin me qytetar, në një lokal isha në një fabrik që quhet Alfa Pan. Për herë të parë shkova në atë fabrik. E kishin hapë që 10 muaj, 40 punëtor, paga mesatare mbi 1.000 euro. Bisedova me Taulantin edhe Lorikun, 33 vjeç edhe 21 vjeç. Djem Tagjës ishin me njëri tjetrin. 70% prodhimit e eksportojshin në Evropë, 30% për tregun e brendshëm. Prodhojnë sandwich panele dhe a dini çfarë? 5.000 metra katror për 8 orë, fabrik moderne me makineri italiane, dhe i kishin 4 inxhiniera të industrisë së kimisë. Inxhiniera të industrisë kimike, 4 inxhiniera. Paga është 4.500 euro për ata inxhiniera, për secilin prej tyre. Fjetja edhe ushqimit paguar. Njëri prej tyre ishte prej Kilit, tjetri prej Italisë edhe 2 prej Indisë. Këta ishin 4 inxhinierat në fabrikë. Shumë mirë që ishin shumë të kënaqur me jetën në Kosovë, edhe kontribuojshin shumë për prodhimtarinë e fabrikës. Mirë po duhet edhe ne t'i kemi inxhinierat tonë të industrisë kimike. Këtu në komunën e Pejës, prioritet do ta kemi rregullimin e çështjes së ujësjellësit. Pastaj rregullimin e rrugëve tranzit në Pejë. Pastaj
ndërtimin e konviktit për universitetin. Mandej, zotimin e keni nga ne për përfundimin e rrugës së Peklenës, e cila është nisur nga komuna, por e financuar nga ministria, por ka mbetur ende në gjysmë, këtë e përfundojmë. Dhe zgjidhjen e çështjes së deponisë së mbeturinave në fshatin Sferk, sepse e dim që mbeturinat jo vetëm që dëmtojnë potencialin turistik, por edhe e dëmtojnë natyrën, mjedisin dhe shëndetin publik. Pastaj, rruga Pej Prishtinë është duke u ndërtuar me shpejtësi më të madhe se kurdoherë më parë, e një tjetër investim strategjik dhe me rëndësi kombëtare është ndërtimi, vazhdimi i qendrës nacionale të judës në Pej, ku isha para se të vi në këtë tubim. Do ta bëjmë renovimin e pallatit të sporteve Karagashi, që e kemi premtuar edhe në fushatën para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, e gjithashtu do ta bëjmë edhe inkubatorin e biznesit në kampusin e Universitetit Haxhi Zeka këtu në Pej, ndërtimin e stadiumit të qytetit dhe gjithashtu duhet ritheksuar që Pejën, përveç se kryeqytet të turizmit, e të bjeshve të bukura, e të artit, do ta bëjmë edhe kryeqytet të bujqësisë, se ju e dini që këtu e keni edhe institutin bujqësor, edhe parkun nacional, por gjithashtu edhe agjensinë e pyjeve. Pra, Peja do ta ketë jo vetëm artin e turizmin, e teknologjinë, por gjithashtu edhe bujqësinë, sepse është hambar me rrethinën e vet për një pjesë të madhe të Kosovës. Por për t'i bërë të gjitha këto, me 7 qershor, na duhet një rekord i ri i fitores tonë, se fitoria është e padiskutueshme. Por, dashur qytetar, kur nuk ju mjafton 51.1%, e kjo është 9% ma shumë se sa me 9 shkurt, me 7 qershor, le t'ja shtojmë edhe 9% tjerë, e ndoshta 60% ju mjafton. Andaj me 7 qershor, votojni numrin 116, por gjithashtu mos harroni, pasi që ta votoni numrin 116, në anën e majt të fletvotimit, në anën e djathtë i keni 110 numra, gjitha profilet, moshat, vendbanimet, por këtu nga Peja i keni këta të spikatur që dua t'ua lexoj me emra e me numrat e tyre të përveçshëm. Numër 30, Taulant Kelmendi. Me numër 18, doktoresha Fatmire Mulhoxha Kollçoku. Numër 21, Rozeta Hajdari. Numër 59, Armend Baloku. Numër 90, Nita Gashi. Qika Babukes. Dhe numër 86, Jeton Mehmeti. Pra, këta e në 6 që i keni nga Peja, edhe 4 tjerë gjenin atë listën e madhe të përbashkët, edhe bëheni fitues përsëri rekord lëvizjen vetëvendosje me numërin 6. Dashur qytetarë të Pejës, të nderuar të pranishëm, me të vërtet, përkundër entuziazmit e gëzimit që kemi e që është i pamohueshëm në prag të fitores së radhës, nuk kemi se si të mos ja shtrojmë njëri tjetrit e vetvetes pyetjen pse jemi në zgjedhje 4 muaj pasi që u formua qeveria jonë. Populli, si burim sovraniteti në Republikë Demokratike, na dha mandatin për 4 vite, e jo për 4 muaj.
Qysh tha trajneri Driton Kuka, tha olimpiadat janë njerë në 4 vjetë. Tha edhe zgjedhje do të duhet ishin njerë në 4 vjetë. Por ja ku jemi edhe njëherë para jush në prag të ditës kur ju do t'ju drejtojnë edhe njëherë kutive të votimit. Kjo me gjithë ofertat tona, e para për bashkëqeverisje që u refuzua, mandej për rokod kryetari me presidentin, pastaj që opozita ta morrin presidentin, por i patën mundësi që t'na i propozojnë 3 emra, 3 propozime të tyre ku ne do të detyroheshim edhe t'ja u bëjmë në nënshkrimet edhe t'ja u garantojmë votën, dhe në fund edhe mbështetjen për një lidere të shoqërisë civile, zonjën Feride Rushiti, si rrugë kompromisi, ne 3-4 propozime, ata po aq refuzime. Pra ne propozime, ata refuzime. Sepse ne zhvillim, ata blokim. E sot po paguajmë kostot lartë financiare, jo vetëm që zgjedhjet kushtojnë mbi 10 milion euro, por vetëm SEPA, Single European Payment Area, pra zona unike e pagesave europiane, ku ne do të antarësoheshim, do t'ja kursente mërgatës tonë 60 milion euro në transferet remitanceve që i bën ata. Merrim me. 2 ligje i kalum shërbimin e pagesave dhe të bankave. Kur erdh punat e ligji i tretë, ish deputetët dhe deputetet e arshëm legjislaturën e nimajt e din shumë mirë për çka po flas, ata na e pamundsuan 2/3 për ta trajtuar edhe ligjin, a dini cili? Ligji për parandalimin e shpërlarjes parave. E nuk e di pse, kur refuzuan që ta votojnë ligjin për parandalimin e shpërlarjes parave, mu kujtua byroja për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së pajustifikueshme. Këto do t'i bëjmë patjetër, por me 7 qershor na nevojitet mbështetja juaj e madhe, gjithnjë më e madhe, me 28 dhjetor nuk keni lëshu pe, me 7 qershor që t'janë i pikën. Nesër e shtunde, mos harroni me dalë të i 5. Por mos harroni në atë vikendin e 7 qershorit, mos me ikë mbjeshk. Por me votu numrin 1-6, e mandej dilni pini kafe me ekipën tuaj. Dhe thirrni të gjithë familjen e Farefisin, kushërit e largët e tafërt, miqtë e dashamirët, kushërit nga nona, nga babaj, nga burri, nga gruaja, kolegët e fakultetit, e të shkollës mesme, e asoj fillore, e banorët e lagjes moqme e kësaj tres, nga Rugova në Radavc, nga Lugu i Baronit, në Lugun e Leshonit, Trstenikut, në çdo lagje të qytetit, në çdo rrugë, shtëpi për shtëpi, në secilën familje, secili që i ka 18 vjet qoftë edhe nëse ka ditëlindjen me 7 qershor, e dejta ata që i kanë 88, 98, 116, disa e keni matë moshmin këtë në pej, të gjithë bashk, krejt për shtet, sepse me neve, me juve, kemi shtet për krejt. Numri 116, që t'janë i pikën. Faleminderit shumë për mbështetjen e vazhdueshme. Ju duam fort, ju duam me zemër, ju kemi gjithnjë në mendje. Mirupafshim takime, ntubime, e sidomos në festën e madhe, në mbrëmjen e 7 qershorit. Atëherë kur komisionerët e vëzhguesit do t'i numrojnë votat dhe do t'a shpollin atë që ne e dim,
që fitues është lëvizja vetëvendosje, numrin e 6, rekord i ri, historik në Kosovën e pas luftës. Faleminderit e mirupafshim.